Të nderuar përfaqësues të mediumeve, Bashkimi Demokratik për Integrim del përpara votuesve me një ofertë konkrete dhe të kapshme me qëllim të përmirësimit të jetesës qytetarëve. Ofertën tonë do ta shpalosim sonte para qytetarëve në qytetin e Kërçovës. Me këtë rast, nga 1081 projektet e përcaktuara, veçojmë ato që kanë të bëjnë me zonën e pestë, pra Kërçovës, Strugës, Dibrës, Dollnenit, Manastirit, Ohrit, Krushevës, të cilat kapin shumën rreth 700 milion euro. Pjesa më e veçantë dhe më e rëndësishme është infrastruktura rrugore, pjesa e korridorit 8. Si aksi Kërçovë-Ohër 57 km, ndërtimi i autostradës së reje, vlera 375 milion euro, afati realizimit 2014-2018. Pjesa e rrugës autostradës Trebenish-Strug, 7 km, ndërtim i autostradës së reje, në vlerë për 45 milion euro, afati realizimit 2015-2018. Rruga nga Ohri deri në Shën Naum, 27.5 km, rrugë e reje, magjistrale, vlera 110 milion euro, afati realizimit 2015-2018. Rruga që lidh Dibrën, apo rruga e Arbrit, 20 km, 20 milion euro, afati realizimit 2014-2018. Rruga regionale 20 km që lidh Dibrën me Pollogun, vlera 8 milion euro, afati realizimit 2015-2018. Rruga Strug Qafton, autostradë e reje, 16.5 km, vlera 50 milion euro, afati realizimit 2014-2018. Dizajnimi, gjithsesht përpilimi të komunikacionit fillestar dhe atij për ndërtim tek rrugës Kërçovë-Flinë, kufiri me Republikën e Shqipërisë, vlera 8 milion euro, afati realizimit 2014-2016. Hekurudha nga Kërçova deri në Linë, 62.5 km, vlera 332 milion euro, afati realizimit në 2017 deri në vitin 2020. Furnizimi me ujë të pishëm dhe largimi i ujrave fekale financuar me kredi nga Banka Evropiane për Investim. Ujësjellsi për Kërçovë Zajas janë ndarë 317.000 euro. Kërçovë Oslomej janë ndarë 305.000 euro. Kërçovë vendbanimi Vraneshtic janë ndarë 162.000 euro. Dibër janë ndarë 462.000 euro. Kërçovë vendbanimi Dërgov janë ndarë 382.000 euro. Kërçovë janë ndarë 503.000 euro. Strug janë ndarë 1.4 milion euro. Dollnen janë ndarë 495.000 euro. Gasifikimi Maqedonisë Perëndimore, vlera 24 milion euro, afati realizimit deri në vitin 2018. Lumi Reçan Kërçovë, vlera 492.000 euro, afati realizimit 2015. Lumi Baqishk Kërçovë, vlera 2.2 milion euro, afati realizimit 2015. Lumi Dupnic Kërçovë, vlera 707.000 euro, afati realizimit 2015. Qendra e qytetit nga sheshi Skenderber dhe rruga Vllazim Bashkim, zonë komsorike me gjithë infrastrukturën përcjellëse të re për Dibër, vlera 360 milion denar, afati realizimit 2014-2015. Salla sportive në shkollën fillore Murat Labunishta në Labunisht Strug, vlera 40 milion denar, afati realizimit 2014-2018. Spitali përgjithshëm Kërçovë, vlera 3.2 milion euro, afati realizimit 2015. Rekonstruimi i stacionit të pompimit të sistemit të ujitjes për Dibër, vlera 24.6 milion dinar, afati realizimit 2014-2016. Këto janë disa nga projektet kryesore që do të realizojmë brenda këtij mandati në komunën e Kërçovës, Strugës, Dibrës, Dollnenit dhe zonës në përgjithësi. Vota juaj do të jetë përgjigje më e mirë për të gjithë ata të cilët bëjnë vetëm premtime boshe e shesin mjegull. Bashkimi Demokratik për Integrim është i bindur në fitoren plebiscitare të 27 prillit, ndaj verdikti do të jetë fortë që këto projekte të vëhen në jetë dhe kësaj liste të shtohen edhe shumë të tjera.
sepse Bashkimi Demokratik për Integrim është dëshmuar si forcë e cila atë që e thotë dhe e bën. Ju faleminderit.